Mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike do të zhvillohen më 22 korrik. Eduard Selami shpall kandidaturën teksa thekson rikthimin e shpresës te shqiptarët dhe një leadership të fortë. Pas marrjes së timonit qeverisë së Tirana falenderon mbështetësit, sa u përket kritikëve ai nënvizon se merr prej tyre atë çfarë i vlen më shumë, mesazh edhe për armiqt. Mirela Karabina akuzon sekretarin e përgjithshëm se ka futur në ministri persona të armatosur. Florent Ndreca tregon vendimin e DAP për kthimin në punë. Policia qëndron jashtë konfliktit. Euro do të vazhdojë rënjen në treg, ekspertët theksojnë se shkak është ekonomia informale. Nga ana tjetër, bizneset deklarojnë humbje nga situata e krijuar. Ka nisur bisedimet për ribashkimin e Kipros në Alpet e Zvicrës me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara. Garantues janë Britania e Madhe, Greqia dhe Turqia. Eduard Selami në një konferencë për shtyp të dhënë në selinë e Partisë Demokratike ka bërë të ditur nisjen e garës prej tij për kryetar të Partisë Demokratike, votim që do të mbahet më 22 korrik. Sipas tij, PD-si duhet një leadership i fortë, i cili do ta kthejë shpresën te Partia Demokratike dhe te shqiptarët. Ndaj, ai thekson se me eksperiencën që ka, do të jap kontributin e tij dhe do të arrijë të kthejë këtë shpresë. Ish kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami shpalli nga Selia Blu zyrtarisht kandidaturën për kreun e kësaj partie. Ai garantoi se me eksperiencën e tij do të ofrojë një leadership dhe opozitë të fortë. Partia Demokratike duhet të reformuar, tha Selami, për të rigjetur vlerat e saj. Këto janë periudha sa të vështira, pak të mbashura me oportunitet për një reformim dhe rinovim të vonuar të Partisë Demokratike. Unë do të jap kontributin tim që kjo garë të jetë një garë model, që jo vetëm të nxjerrë Partinë Demokratike me një leadership më të fortë, më pranë demokratëve, po të ngjalli edhe një herë shpresën shqiptarëve. Selami shtroi nevojën e një analize të hapur brenda Partisë Demokratike, ndërsa shtoi se përgjegjësia për humbjen e PD-s nuk mund t'i faturohet vetëm Bashës. Kjo humbje nuk është vetëm e zotit Basha, do të jetë e padrejtë që të kështu dhe asnjëherë se ka parë kështu, por unë mendoj që ka qenë ajo çka unë kam thënë që përpara 2 vjetësh, po ta mbani mend, mungesa e shpresës, mungesa e besimit e cilën na solli këtu, ishte një kritikë miqësore brenda shtëpisë, nuk u morën vesh drejt për drejt, fatkeqësisht nuk u dëgjuam, tani është bërë publike. Ajo çka është më kryesore është një analizë e sinqertë, e hapur, e drejt për drejt brenda familjes politike, duke parë në radhë parë gjëra që na bashkojnë, sesa gjërat që na ndajnë. I pyetur për vendimin e Bashës për rikandidimin për kreun e Partisë Demokratike, Selami u shpreh. A do të ishte një garë ku zoti Basha të jepte dorëheqjen e plot dhe kjo të ishe me barabartë, unë po të ishe në vend zotit Bashët këto do të bëja. Lulzim Basha hapi garën për kreun e Partisë Demokratike pas humbjes në zgjedhjet parlamentare, ku Partia Demokratike arriti të marrë vetëm 43 mandate. Antarësia e Partisë Demokratike do të vijojë dhe do të votojë për kryetarin e ri të kësaj force politike më 22 korrik. Procesi do të administrohet prej 2 nënkryetarëve, Edi Paloka dhe Edmond Spaho. 2 ditë pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare, Partia Demokratike është e heshtur. Përveç stafit administrativ, në zyrë qëndrojnë 2 nënkryetarët, të cilët janë udhëzuar të përgatisin zgjedhjet për kryetarin e ri. Kryetari me kompetenca të ngrira Lulzim Basha ka hyrë në zyrat e tij rreth orës 11:30 minuta, ndërkohë pak më herët në Selim Blu ishte deputeti Eduard Selami, i cili ka shpallur kandidaturën për kryetar. Selami është takuar me grupin që po përgatit procesin zgjedhor për kreun e Selis Blu, ndërkohë Partia Demokratike publikoi urdhrin për hapjen e procesit zgjedhor, ndërsa dokumenti që mban firmën e 2 nënkryetarëve Edmond Spaho dhe Edi Paloka si ditë zgjedhjesh përcaktojnë 22 korrikun. Kandidatët për kryetarin të Partisë Demokratike duhet të paraqesin kërkesën deri në datën 2 korrik. Majlinda Bregu është shfaqur sërish kritike ndaj Bashës. Në një postim në Facebook, ajo deklaron se nxitimi për garën në Partinë Demokratike nuk sjell asnjë të mirë, ndërsa edhe një herë thekson se Basha nuk mund të zëvendësonte Berishën dhe se duhet kishte dhënë dorëheqje të parevokueshme. Zhvillimi i zgjedhjeve në Partinë Demokratike me urgjencë për Majlinda Bregun do të sjellë dëmtimin dhe mëtej të Partisë Demokratike. Në një postim në Facebook ajo shprehet se të shpallësh një garë në mbi 40 gradë tamam kur dynjaja ka mendjen fare te ky hall dhe të bësh këtë pa bërë një mbledhje të paktën atyre që u përfshin, atyre që u graduan në një mesnat, pa përcaktuar në një udhëzim se cilat janë garancitë për kandidatët që do të hyjnë në garë, pa caktuar standardet për zgjedhje të lira të ndershme brenda partisë tënde, është jo demokratike. Madje ajo thotë se kjo është njësoj si të futeshe në zgjedhje parlamentare pa garë.
Duke ironizuar me ngrirjen e kompetencave, ajo shprehet se ky moment nuk mund të konceptohet si ndarje me lullëzimin e ngrirë apo të shkrirë, teksa e konsideron rezultatin e 25 qershorit mëzisë në vitin 1997. Ky mal që po mbarse do të pjellë 1000 dhe ne do të jemi përsëri duke pritur humbjen e radhës për gabimin ton të radhës, shprehet Bregu. Madje ajo shpjegon dhe deklaratën e dhënë më herët se Berisha në PD nuk përsëritet. Për këtë Bregu thekson se nuk ka folur për një idhull, por për një leadership karizmatik. Dhe të pretendosh se të drejtosh Partinë Demokratike si Sali Berisha, pa qenë ti vetë Sali Berisha, për Bregun do të thotë të gënjesh veten e të marshosh verbërisht drejt Graminës. Ishte kryeministri Sali Berisha për herë të parë komenton humbjen e thellë të Partisë Demokratike, ndërsa kujdeset jap një mesazh të djathtës duke theksuar se rruga drejt ringritjes kalon përmes bashkimit dhe jo përmes përçarjes dhe përjashtimit. Berisha thotë se shkaqet e humbjes janë të shumta, por me rëndësi, sipas tij, është evidentimi i atyre brenda Partisë Demokratike, ndërsa bën thirrje për një proces transparent dhe të ndershëm për zgjedhjen e kryetarit të ri. Ish kryeministri Sali Berisha reagoi për herë të parë për humbjen e thellë të Partisë Demokratike. Në një postim në Facebook të titulluar "Rruga drejt ringritjes kalon përmes bashkimit dhe jo përmes përçarjes dhe përjashtimit", Berisha thotë se arsyet e humbjes përveç se tek faktorët e jashtëm duhet të gjenden edhe brenda Partisë Demokratike. Drejtues, por dhe antar të thjeshtë të PD-s kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit, i cili padyshim është përgjegjësi më kryesor, por natyrisht jo i vetëm për këtë humbje. Pavarësisht presioneve, krimit, antiligjit dhe parave të nërjegës, arsyet dhe përgjegjësitë për këtë humbje të thellë të PD-s, si për rezultatin ashtu edhe sfondin e saj në përputhje me praktikat më të mira të demokracive perëndimore, duhet t'i kërkojmë dhe gjejmë detyrimisht edhe tek vetja jon, përndryshe na pret një ardhmë e pasigurt. Për gjithë zërat që kërkuan shkarkimin e Bashës, ish lideri i Partisë Demokratike ka këtë mesazh. Unë mendoj se mënyra më e mirë për të evidentuar shkaqet, për të përcaktuar përgjegjësitë e humbjes, është t'i japim zë dhe mundësi të gjithë strukturave dhe antarësisë së PD-s për të thënë fjalën e tyre lirshëm dhe me përgjegjësi në analizën dhe ndryshimin e thellë që nevojitet për të dalë prej saj dhe ringritur përsëri fuqishëm Partinë Demokratike. Berisha thotë se është e domosdoshme të kuptohen arsyet e humbjes së 200.000 votave, ndërsa thotë se ka rëndësi vendimtare që Partia Demokratike të mundësojë të gjithë anëtarëve një proces të drejtë për zgjedhjen e kryetarit të ri. Është e domosdoshme të kuptojmë arsyet përse kutive të votimit u mungoi vota e 200.000 qytetarëve që kanë votuar PD-n në zgjedhjet e kaluara dhe pse pas 4 vitesh ne jo vetëm mbetemi në opozit, por marrim këtë rezultat. Mendoj se ne në këto rrethana, pavarësisht nga emocionet, kundërshtitë e pashmangshme për situata si kjo, rëndësi vendimtare ka që PD të mundsojë të gjithë anëtarëve të saj një proces të drejtë, të ndershëm, të barabartë dhe të pandikuar nga askush për të zgjedhur leadershipin që ata mendojnë dhe gjykojnë se mund t'i çojë si një opozitë e fuqishme drejt fitores sa më shpejt të mendjeve dhe zemrave të shqiptarëve. Rruga e ringritjes, thot Berisha, nuk është kurrë e lehtë, por sipas tij ajo kalon përmes bashkimit dhe jo përmes përçarjes dhe përjashtimit. Unë kam bindjen më të thellë se ne kemi vullnetin e ekurt që të bashkuar ta kryejmë me sukses të plotë ringritjen e fuqishme të Partisë Demokratike, që presin sot me padurim antarët mbështetësit tanë, pretë djathta shqiptare dhe miq tanë në mbar Europën dhe botën. Postimin Berisha e mbyll duke falenderuar të gjithë votuesit e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Socialiste në një postim në Facebook ka dhënë falenderimet për votuesit që i dhanë 74 mandate në parlament, po ashtu ai shprehet se nga kritikët merr gjithnjë ato çka i vlen më shumë. Sa u përket armiqve, Rama thekson se ata e bëjnë të mendojë se sa kohë do të vuajnë shqiptarët nga përçarja. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka përshëndetur në një postim në Facebook mbështetësit por dhe kritikët e tij. Inkurajimet shprehet ai shërbejnë si burim energjie. Ndaj dhe shprehimi i njohur për ata që dëgjuan lutje në fushat duke telefonuar familjarët për të votuar PS në zgjedhje, por një tjetër mesazh Rama dha për kritikët që mendojnë se ai nuk merr përballë mendimet e tyre. Kritikëve u them faleminderit sepse cimbisjet tuaja janë për mua ushqim për mendjen, shumë më tepër se sa ju mund ta imagjinoni. Dhe as mos e mendoni, as mos i dëgjoni ata që ju thonë, Edi Rama nuk i dëgjon kritikat, aq i dëgjoj sa tjetër gjë që me kritikët nuk jepem, por grushtohem deri në fund. Ama pas përplasjes nuk iki tutje pa marrë atë që mendja më thotë se vlen. Sa i përket armiqve, Rama deklaron se ata e vënë në mendim për ndryshimet që i duan vendit. Armiqve të betuar nuk u them faleminderit që më shajnë me libër shtëpie, libër rruge, natyrisht. Por ama ju them faleminderit sepse më bëni të mendoj vazhdimisht se sa shumë, o Zot, sa shumë,
Mundi me kohë duhet për të ngushtuar hendekun që politika e përçarjes dhe gjuha e urrëties mes palëve ka hapur prej kaq shumë vitesh mes njerëzve të zakonshëm dhe të rinjve fare. Dhe dua ta dini të dashur armiq, se kur ju kthehem siç i do mushka drut, nuk ju bëj me fa ju, po pikërisht politikën që për kaq shumë vite kultivoi një farë shumë të keqe në mjedisin e komunikimit publik. Në fund të mesazhit Rama shton se marrja e 74 mandateve ngarkon dhe më shumë me përgjegjësi, ndërsa kujton se të gjithë kemi diçka të përbashkët, gjakun shqiptar. Pas 6 vjetësh, Partia Demokratike është rikthyer në krye të Bashkisë Kavajës, bastionit të saj historik. Me vetëm 28 vota më shumë, kandidati demokrati Sasakja mori drejtimin e bashkisë. Ai premtoi se do të punojë për të gjithë kavajësit të majtë të djathtë, ndërsa u përqafua me rivalin socialist Dorian Murati në një shenjë simbolike të bashkimit të qytetit. Drejtimi i Bashkisë së Kavajës i rikthehej demokratëve pas 6 vjetësh qeverisje nga të majtët në një fitore simbolike pas humbjes në zgjedhjet parlamentare që u zhvilluan në të njëjtën ditë. Kandidati demokrati Sasakja, një herësh kryetari degës së kësaj partie në Kavaj, arriti ta mund rivalin e tij socialist Dorian Murati me një diferencë të ngushtë prej vetëm 28 votash, në një proces që është përmbyllur me një përqafim midis rivalëve kryesor. Kryetari i ri i bashkisë falenderoi për mbështetjen dhe garantoi se do të shërbejë të gjithë qytetarëve pavarësisht bindjeve politike. Falenderoj qytetin e Kavajës dhe popullin e mrekullueshëm të Luzit, Golemit, Synejit dhe Helmsit që e kuptuan që Kavajës i duhet një energji tjetër, një energji pozitive. Ne do bëjmë çmos për ta bashkuar qytetin, për të bërë edhe një të tërë, të majtë edhe të djathtë. Jemi në krye të Bashkisë Kavajës për të shërbyer qytetit, boll qyteti i ka shërbyer atyre që kanë qeverisë. Kryebashkiaku i ri i Kavajës arriti të fitojë me 11.155 vota kundrejt rivalit të PS-s Dorian Murati, që mori 11.127 vota, i ndjekur me shumë më pak vota nga kandidati i LSI-s Maksim Kona, 1.969 vota. Komisionerët kanë gjetur 80 vota të hedhura në kutinë e kandidatëve për deputet, çështje për të cilën do të vendosë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por që sipas tyre nuk ndryshon rezultatin. Kavaja hyri në zgjedhje të parakohshme për kreun e bashkisë, pasi gjykata kushtetuese i hoqi mandatin ish kryetarit Elvis Roshi, i cili në kuadër të ligjit të dekriminalizimit rezultoi me probleme ligjore në të shkuarën e tij. Kryeministri Rama i kërkoi tërheqjen nga gara ish kandidatit të PS-s për zgjedhjet që ishin dekretuar të mbaheshin të dielën e 7 majit, duke vlerësuar si të tensionuar situatën për shkak se opozita ishte deklaruar se nuk do të lejonte zhvillimin e këtij procesi pa u garantuar më parë standardet. Marrëveshja Rama-Basha përfshinte edhe mbajtjen e zgjedhjeve për kreun e bashkisë dhe ato parlamentare në të njëjtën ditë. Vetëm pak orë pas zyrtarizimit të rezultatit, nisë bërja nule marrëveshjes së 17 majit midis kryeministrit Rama dhe kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha. Këshilli mbikëqyrësi OSHE vendosi sot lirimin e zotit Hakim Mustafa nga detyra administratorit të shoqërisë OSHE SHA, duke rikthyer në detyrë Adrian Çelën. Mustafa bëhet në këtë mënyrë i pari zyrtar që rikthehet opozitës, e cila pjesë të marrëveshjes për të hyrë në zgjedhje kishte emërimin e disa krerëve të bordeve drejtuese, përfshirë edhe OSHE si dhe 6 ministra dhe postën e zëvendës kryeministrit. Pritet largimi të tjerë drejtuesve të propozuar nga Partia Demokratike, ndërsa nuk dihet se çfarë do të ndodhë me 6 ministrat teknik. Prania e sekretarit përgjithshëm Plarent Ndreca në Ministrinë e Arsimit ka sjellë përplasjen e radhës me sekretarit dhe ministres teknike. Karabina akuzon Ndrecën se ka futur në ministri persona të armatosur dhe kërkon ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, ndërsa Ndreca ka sqaruar se DAP e ka rikthyer atë në punë dhe po ushtron detyrën. Përplasja mes ministres arsimit Mirela Karabina dhe sekretarit të përgjithshëm të ministrisë Plarent Ndreca është përshkallëzuar pasi ky i fundit vijon të ushtrojë detyrën pavarësisht kërkesës së ministres për pezullim. Në një deklaratë për mediat, Karabina akuzoi Ndrecën që sipas saj futet në ambientet e ministrisë i shoqëruar nga njerëz të armatosur, duke firmosur madje edhe tendera. Shtetasi Plarent Ndreca ka firmosur dje një kontratë të shërbimit me një kompani kontraktore, duke krijuar situatë të paprecedent. Në momentin që unë jam duke folur në institucion brenda, lëvizin njerëz të pa autorizuar, ndërhyrja e tyre në protokollin e institucionit dhe marrja në administrim e serverave dhe të gjithë dokumentacionit arkivor dhe shkresor përbën një rrezik shumë të madh.
Lëvizja e këtij shtetasi në mjedisjet e ministrisë me persona të armatosur, të pa autorizuar, është një skandal shtetëror. Nga ana tjetër, Ndreca sqaron se kërkesa e ministres për pezullimin e tij është nul pasi është refuzuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Administratës Publike dhe ai vazhdon të ushtrojë detyrën e caktuar në bazë të ligjit. Unë jam në vendin ku duhet jem, pra jam detyrë në Sekretari i Përgjithshëm, janë shprehur gjithë institucionet e ngarkuara me ligj, Komisioni i Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike, që akti i ministres, çdo akt që ka nxjerrë ministrja, është absolutisht i pavlefshëm, është nul, s'ka pikë vlere juridike, dhe unë duhet jem detyrën që kam përgjegjësi ligjore për ta ushtruar, dhe ushtrimi i detyrës time nuk varet nga vullneti i ministres. Unë marr përgjegjësinë drejt për drejt nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nga ligji, dhe nuk mund ta ndërpres sepse për shkak të një vullneti jo ligjor, qoftë ky edhe i ministres arsimit. Karabina ka kërkuar pezullimin e Ndrecës në pretendimin se ndaj tij ka një kallëzim penal për dëmtim të maturës shtetërore. Policia e shtetit reagon në rreth konfliktit midis ministres së arsimit dhe sekretarit përgjithshëm të këtij institucioni duke theksuar se nuk është detyrë e saj zgjidhja e kësaj mosmarrëveshje. Ministra e Karabina akuzon Ndrecën se ka futur në ministri persona të armatosur dhe kërkon ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, ndërsa Ndreca ka sqaruar se DAP e ka kthyer atë në punë dhe po ushtron detyrën. Ndërkohë policia nga ana e saj thotë se është njohur me konfliktin institucional ndërmjet ministrit dhe sekretarit përgjithshëm të MAS, por nuk është detyrë e policisë së shtetit dhe kompetencë saj zgjidhja e kësaj situate. Policia thotë se ju ka bërë me dije zgjidhjen e situatës duke u drejtuar gjykatës administrative dhe prokurorisë. Për sa i përket shërbimit të sigurisë fizike, të dy shoqëritë janë kontraktuar nga i njëjti institucion. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për trafikimin e qenieve njerëzore për vitin 2017, ku Shqipëria vijon të mbetet një vend burimi dhe destinacioni për viktimat e trafikut njerëzor. Sipas raportit, vendi ynë ka bërë përpjekje maksimale për të eliminuar fenomenin, por ka ende sfida për adresimin e të cilave dash jep disa rekomandime. Shqipëria mbetet vend burimi, vend kalimtar dhe destinacioni për burrat, gratë dhe fëmijët në trafikun e seksit dhe në punën e detyruar, pavarësisht përpjekjeve maksimale për të eliminuar fenomenin. Ky është vlerësimi i raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikun e qenieve njerëzore për vitin 2017, prezantuar të martën nga sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson. Gratë dhe fëmijët shqiptar janë subjekte të trafikut të seksit dhe punës së detyruar, posaçërisht gjatë sezonit turistik. Thuhet në raport ku evidentohet se trafikantët po përdorin gjithnjë e më shumë mediat sociale për rekrutimin e viktimave. Sipas raportit, fëmijët kryesisht të komunitetit rom përdoren për të lypur, shitur dhe punë sezonale në Turqi, ndërsa sipas Dash ka pasur raste kur fëmijët janë shfrytzuar në fushat e kanabisit. Viktimat e huaja nga vendet e Evropës, Filipinet dhe Nigeria janë subjekte të trafikut të seksit dhe punës së detyruar në Shqipëri. Qeveria e Shqipërisë, thuhet në raport, nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por po bën përpjekje të dukshme për ta bërë këtë. Qeveria po demonstron shtim përpjekjesh në krahasim me të kaluarën, duke ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues dhe duke shfrytzuar për herë të parë fondin e posaçëm për mbrojtjen e viktimave që është ngritur nga pasuritë e konfiskuara nga trafikantët. Policia vazhdoi të shfaqë një mirëkuptim të kufizuar të trafikimit të qenieve njerëzore dhe në disa raste dështoi të identifikojë viktimat e trafikimit në mesin e individëve të përfshirë në prostitucion të detyruar ose robëri shtëpiake. Qeveria hetoi 2 viktima dhe dënoi një viktim për veprime të paligjshme të kryera si rezultati i nënshtrimit ndaj trafikimit, edhe pse ligji përjashton viktimat nga ndëshkimi për krimet e kryera si rezultat i shfrytëzimit të tyre. Raporti i rekomandon Shqipërisë që të zbatojë ligjin që përjashton viktimat nga dënimi në raste të tilla, të trajtoj policinë dhe inspektorët e punës dhe zyrtarët e tjerë për identifikimin e viktimave, të vazhdoj që të hetoj, ndjek dhe dënoj fuqishëm trafikantët, të shtoj mbrojtjen e viktimave nga friksimet dhe kërcënimet gjatë proceseve gjyqësore duke lehtësuar përfshirjen në programet e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të zgjeroj trajnimin e prokurorëve që merren me viktimat dëshmitar, të shtoj fondet për organizatat jo qeveritare që strehojnë viktimat, të rrisë mundësitë e policisë kufitare dhe të mbrojë fëmijët në rrugë. Njësoj sikurse Shqipëria edhe Kosova vlerësohet si vend burimi dhe destinacioni për viktimat e trafikut, të cilat përdoren në industrinë e seksit, si dhe në punë të detyruar. Pjesa më e madhe e viktimave janë pjesë e trafikimit të brendshëm për shfrytëzim seksual. Ndërsa prezantoi raportin, sekretari amerikan i Shtetit theksoi se trafikimi i qenieve njerëzore është çështja më tragjike e të drejtave të njerëzit në kohën tonë dhe paraqet kërcënim për sigurinë publike dhe kombëtare të çdo vendi.